Konklava përzgjedhëse e papës përfundoi më shpejt nga sa pritej. Për shumë kjo ishte një shenjë e qartë se kardinalët votues kishin një mendje të përbashkët. Robert Prevost ishte zgjedhja e duhur për t'i dhënë kishës atë që i duhet në këtë moment kritik, që në diskutimet paraprake zyrtare dhe jo formale, dy fjalë qarkullonin më shpesh: vazhdimsi dhe unitet. Në to pasqyrohej dëshira për të ndërtuar mbi themelet që Papa Francesku kishte vendosur. Një papë i angazhuar ndaj të varfërve të përjashtuarve dhe atyre që ishin jashtë kufive tradicional të kishës. Emri i tij nisi të përmendej gjithnjë e më shpesh. Me shtetësi të dy fisht amerikane dhe peruane, Prevost përfaqëson jo vetëm dy kontinente, por dy realitete të ndryshme të katolicizmit bashkëkohor. Ai është ndjer po aq pranë kardinalëve të Amerikës Latine, sa edhe atyre të Amerikës së Veriut. Zgjedhja e tij u përjetua si një përpjekje për të ndërtuar ura mes fraksioneve të ndryshme brenda kishës, por edhe për të përçuar një mesazh shprese për botën jashtë saj në një kohë të trazuar nga luftërat dhe ndarjet globale. Në fjalimin e tij të parë nga balkoni i Shën Pjetrit, Papa Robert, që zgjodhi emrin Papa Leoni, dha sinjalet e para të qarta. Ai foli për ndërtimin e urave, për unitetin e brendshëm dhe për misionin e kishës në shërbim të gjithë njerëzimit. Në horizont janë sfida të mëdha. Uniteti i brendshëm përballja me krizat globale dhe mbajtja gjallë e frymës së përfshirjes dhe mëshirës që karakterizoi pontifikatin e paraardhësit të tij. Por zgjedhja e tij është një deklaratë e qartë. Kisha katolike po kërkon të flasë me një zë të përbashkët në një botë gjithnjë e më të ndarë.